Disa njerëz në rrjetet sociale, kur shohin dikë që flet për pozitivitet, shpresë, rritje, reagojnë me tallje. Dhe kjo nuk ndodh sepse mesazhi është i gabuar, por sepse ky mesazh prek diçka brenda tyre. Pozitiviteti i vërtet shpesh i vë njerëzit përballë asaj që u mungon. Asaj që nuk kanë guxim ta ndërtojnë vetë. Unë i respektoj të gjitha mendimet, por tallja nuk është mendim, është shmangje. Sepse për këta persona është më e lehtë të qeshin me dritën e dikujt tjetër se sa të ndezin dritën e tyre. Mesazhi im nuk është për të gjithë, dhe kjo është në rregull. Është për ata që duan të rriten, për ata që duan të shërohen, për ata që besojnë më shumë tek vetja e tyre. Nëse fjalët e mia nuk rezonojnë me ty, thjesht kalo më tej. Por nëse të shqetësojnë, ndoshta ja vlen të pyesësh veten, pse? Unë do vazhdoj të flas me respekt, me zemër dhe me qëllim, sepse bota ka më shumë nevojë për dritë se sa për zhurmë.